Ajo më shikonte gjithmonë si të isha e padukshme. Vjen nga familje e thjesht, thoshte me një buzëqeshje të ftohtë, sikur kjo të ishte një njollë që nuk lahej kur. Në tryezat familjare, unë isha gjithmonë ajo që duhej të dëgjonte, jo të fliste. Ajo vendoste për gjithçka. Parat, shtëpinë, biznesin, edhe për burrin tim. Kur u sëmur, më përjashtoi nga çdo vendim financiar. Nuk më lejoi as të hyja në zyrën kur ruheshin dokumentet. Mendova se do të më linte edhe jashtë testamentit. Por ditën që u hap testamenti, avokati heshti për disa sekonda dhe pastaj tha emrin tim. Ajo kishte lënë gjithçka në emrin tim. Shtëpinë, tokën, kursimet, çdo gjë. Por pse një grua që më përbuzte gjithë jetën do të më linte gjithçka mua? Pjesa 1 hijet e shtëpisë së madhe. Shtëpia e familjes së burrit tim ishte e madhe. E bardhë, me 2 kate, me dritare të gjera dhe perde të rënda që mbanin gjithmonë një ndjesi solemniteti brenda. Kur u martova me Arbenin, mendova se po hyja në një jetë të re. Nuk e dija se po hyja në një fushë beteje të heshtur. Vjehra ime, zonja Elvira, ishte një grua me prezencë të fortë. E gjatë, gjithmonë e veshur me elegancë të përmbajtur, me flokë të mbledhura dhe sy që të shponin sikur po të peshonin vlerën. Herën e parë që më takoi, buzëqeshi, por buzëqeshja nuk arriti kurrë te syt. Je shumë e bukur, tha ajo. Shpresoj të jesh edhe e mençur. Nuk ishte kompliment, ishte paralajmërim. Unë vija nga një familje e zakonshme. Babai im kishte qenë shofer autobusi. Nëna ime punonte në një rrobaqepsi. Ne nuk kishim vila, toka apo biznese. Kishim vetëm punën dhe ndershmërinë. Por për të, kjo nuk mjaftonte. Kontrolli i heshtur. Pas martesës, Arbeni më propozoi të jetonim në katin e 2 të shtëpisë së prindërve të tij. Vetëm për pak kohë, tha ai. Derisa të sistemojmë diçka tonën. Pak kohë u kthye në vite. Elvira kontrollonte çdo gjë, çdo faturë, çdo shpenzim, çdo vendim. Ajo ishte pronarja ligjore e biznesit familjar, një kompani ndërtimi që kishte ngritur bashkë me burrin e saj të ndjer. Arbeni punonte aty, por vendimet përfundimtare i merrte ajo. Unë punoja si mësuese në një shkollë publike. Nuk sillja shumë para në shtëpi, por sillja stabilitet. Megjithatë, për të, unë isha ajo vajza nga familje e thjeshtë. Një herë gjatë një darke me partner biznesi, ajo më prezantoi kështu. Kjo është nusja jon, është mësuese. Shumë e përkushtuar, edhe pse jo nga rrethi ynë. Fjala rrethi më qëndroi në kokë për javë të tëra. Sëmundja. Kur Elvira u sëmur, gjithçka ndryshoi. Fillimisht ishte një lodhje e vazhdueshme. Pastaj analiza. Pastaj diagnoza. Kancer. Shtëpia e madhe u mbush me heshtje dhe hapa të kujdesshëm. Unë isha ajo që e shoqëroja shpesh në spital. Arbeni ishte i përfshirë me punën dhe me stresin e biznesit. Ajo rrallë më falënderonte, por ndonjëherë kur mendonte se nuk e shikoja, më vështronte me një lloj studimi të çuditshëm. Jo përbuzje, diçka tjetër. Megjithatë, kur erdhi puna te financat, ajo më la plotësisht jashtë. Një pasdite dëgjova zërin e saj nga zyra. Arben, dua që çdo dokument të kaloj vetëm nëpërmjet teje. Jo nëpërmjet saj. U ndala në korridor. Zemra më rahu fort. S'ka nevojë ta përfshim në këto çështje. Nuk i kupton këto gjëra. Ajo fliste për mua sikur të mos isha pjesë e familjes. Sikur të isha një mysafire e përkohshme. Atë natë i thash Arbenit, mos u shqetëso. Nuk dua të përzihem nëse nuk jam e mirëpritur. Ai më përqafoi, por nuk tha asgjë, dhe heshtja e tij më lëndoi më shumë se fjalët e saj. Ditët e fundit. Sëmundja përparoi shpejt. Elvira u dobësua. Zëri i saj dikur i fort u bë i butë. Një natë, ndërsa po i rregulloja jashtëkun, ajo më kapi dorën. Ti je më e fortë nga sa dukesh, më tha. Nuk e kuptova nëse ishte kompliment apo pendes. Disa ditë më vonë, ajo ndërroi jetë. Shtëpia u mbush me njerëz, me lule, me fjalë ngushëllimi. Unë lëvizja në heshtje, duke bërë kafen, duke sistemuar karriget, duke përqafuar të afërmit. Askush nuk më pyeti si ndihesha. Ndoshta sepse mendonin se nuk kisha humbur asgjë. Hapja e testamentit. 2 javë pas varrimit, u mblodhëm në zyrën e avokatit të familjes. Unë u ula në fund të tavolinës. Nuk prisja asgjë. Madje, në një cep të mendjes sime, isha përgatitur të dëgjoja se gjithçka do t'i kalonte Arbenit, ose ndonjë fondacioni. Avokati hapi dosjen. Rregulloi syzet.
Në përputhje me testamentin e zonjës Elvira, zëri i tij ishte monoton. Ai lexoi disa dispozita për donacione, për një shumë të vogël për një shoqe të vjetër, për disa punonjës besnik. Pastaj ndaloi, heshti për disa sekonda që mu dukën si orë. Pasuria kryesore përfshir shtëpinë familjare, 70 të aksioneve të kompanisë dhe kursimet personale i kalon. Zemra më rrihte në vesh. Zonjës Mira. Emri im ra në dhomë si një gur në ujë të qetë. Arbeni më pa i hutuar. Avokati vazhdoi, me kushtin që ajo të mbajë të bashkuar familjen dhe të ruaj integritetin e biznesit. Unë nuk dëgjoja më. Fjalët u bën zhurmë. Pse mua? Një grua që më kishte përjashtuar nga çdo vendim, që më kishte parë si të papërshtatshme, që kishte dyshuar në çdo haptimin. Pse do të më linte gjithçka? Në atë moment kuptova se historia nuk ishte mbaruar me vdekjen e saj. Ajo sapo kishte filluar. E vërteta që fshihej pas testamentit. Dita pas hapjes së testamentit nuk ishte vetëm e rëndë. Ishte e rrezikshme. Jo rrezik me britma apo përplasje të dukshme. Ishte ai lloj rreziku i heshtur që lëviz nën sipërfaqe, në sytë që të shikojnë ndryshe, në tone që ndryshojnë, në fjalë që zgjidhen me kujdes. Arbeni nuk më foli për orë të tëra pas daljes nga zyra e avokatit. Ai ngjiste makinën në heshtje, me duar të shtrënguara fort mbi timon. Kur hym në oborrin e shtëpisë, ai ndaloi motorin, por nuk zbriti. Ti e dije, më pyeti papritur. Zëri i tij nuk ishte akuzues. Ishte i thyer. Jo, shpërita. Të betohem që jo. Ai më vështroi gjatë, sikur po përpiqej të gjente një shenjë gënjeshtre në fytyrën time. Nuk ka kuptim, tha ai. Ajo nuk të besonte për asgjë. Fjala besonte më goditi, sepse në thellësi, edhe unë e kisha besuar këtë. Ftohtësia e familjes. Në mbrëmje erdhën disa të afërm të largët. Nuk erdhën për ngushëllime këtë herë. Erdhën për të parë, për të matur situatën. Tezja e Arbenit, një grua me sy të mprehtë dhe buzë të holla, më përqafoi lehtë. Urime, më tha me një buzëqeshje të shtirur. Qenë ke bërë zonje e madhe. Nuk ishte urim. Ishte thumbë. Ndjeva për herë të parë peshën e asaj që kishte ndodhur. Nuk ishte vetëm pasuri. Ishte pushtet. Dhe pushteti ndryshon gjithçka. Më vonë atë natë, ndërsa po sistemoja disa dokumente në zyrën e vjetër të vjerës, Arbeni hyri brenda. Kompania po gumëzhin, tha ai. Punonjësit janë konfuz. Disa mendojnë se unë do të jem drejtori. Të tjerë pyesin nëse ti do të marrësh vendime. Unë nuk dua të zë vendin, i thash me njëherë. Ai që e shihidhur. Ti nuk ma zë vendin. Ajo mal aty. Dhe për herë të parë ndjeva një distancë mes nesh. Zyra e saj. Zyra e Elvirës ishte pothuajse e paprekur. Librat e radhitur sipas madhësisë. Dosjet me etiketa të sakta. Një aromë lehtë parfumi që ende qëndronte në ajër. U ula në karrigen e saj. Nuk e kisha bërë kur më parë. Në sirtarin e sipërm gjeta një blok të zi. Ishte i kyçur, por qelsi ishte në një kuti të vogël argjendi mbi tavolinë. Hezitova. Pastaj e hapa. Faqet e para ishin shënime biznesi. Data. Shuma. Emra kontratash. Por mëtej, shkrimi ndryshonte. Bëhej më personal. Arbeni është i zgjuar, por i butë. I mungon vendosmëria për të prerë kur duhet. Faqja tjetër. Mira është e heshtur. Vëzhgon më shumë se sa flet. Nuk e di ende nëse kjo është dobësi apo forcë. Zemra më rahu fort. Ajo më kishte vëzhguar. Vazhdoja të lexoja. E testova sot. E lash jashtë një diskutimi të rëndësishëm. Nuk reagoi. Nuk u ankua. Qëndroi dhe vazhdoi të bëj detyrën e saj. Duart më dridheshin. A kishte qenë gjithçka një test? E vërteta e hidhur. Në faqet e fundit shkrimi bëhej më i çrregullt. Ndoshta nga lodhja. Ndoshta nga dhimbja. Kam ndërtuar këtë biznes me frikë. Frikë nga varfëria. Frikë nga dështimi. Frikë se mos më merrnin atë që krijova. Ndjeva një therrje në kraharor. E pash veten te Mira. Jo në pasuri, por në mënyrën si mban barën pa u ankuar. Ajo nuk kërkon pushtet, dhe pikërisht për këtë arsye mund ta mbaj. Lotët më ranë mbi faqe pa e kuptuar. Arbeni do të ketë gjithmonë zemrën time, por zemra nuk mjafton për të mbrojtur atë që ndërtova.
Ai ka nevojë për dikë pranë që është më e fortë nga sa duket. U mbështeta pas karriges. Ajo më kishte parë, jo si vajza nga familje e thjesht, por si një grua që mund të mbante një peshë. Përplasja. Të nesërmen Arbeni hyri në zyrë ndërsa po lexoja ende. Po kërkon prova, më pyeti. Ja zgjata bllokun. Ai lexoi në heshtje, faqe pas faqeje. Syti u mbushën me lot kur arriti te pjesa ku përmendej ai. Ajo mendonte se unë nuk isha mjaftueshëm i fortë. Nuk është kjo, i thash me kujdes. Ajo mendonte se ti ke zemër, dhe biznesi kërkon dikë që ndonjëherë duhet të jetë i ftohtë. Ai u ul përballë meje. Dhe ti je ajo. Nuk e dija si të përgjigjesha. Unë jam ajo që nuk do ta lë këtë familje të shpërbëhet, thash më në fund. Thashë themet. Lajmi për testamentin u përhap shpejt. Disa punonjës filluan të më trajtonin me respekt të ri. Të tjerë me dyshim. Një nga menaxherët e vjetër, Iliri, erdhi në zyrë. Me gjithë respektin, tha ai, a keni përvojë në ndërtim? E kuptova pyetjen e vërtet. A je e denjë? Jo, i thash qetësisht, por kam përvojë në drejtësi, organizim dhe njerëz. Dhe kam përvojë në të mësuar shpejt. Ai më pa gjatë. Zonja Elvira nuk gabonte shpesh, tha më në fund. Do t'ju japim një shans. Një shans. Ishte më shumë se sa më kishte dhënë vetë ajo për vite me radhë. Zbulesa e fundit. Disa ditë më vonë, avokati më telefonoi. Ka edhe një dokument tjetër, tha ai. Një letër personale. Ajo kërkoi të hapej vetëm pasi ju të merrnit kontrollin. Duart më u bën të ftohta. Në zarf ishte një letër e shkruar me dorë. Mira. Nëse po e lexon këtë, do të thotë se mora vendimin e duhur. Nuk të kërkova kur falje për mënyrën si të trajtova. Nuk do ta bëj as tani me fjalë të bukura. Jeta më mësoi të jem e ashpër. Por unë e di çfarë është të vish nga asgjëja. E di çfarë është të shohin si të papërshtatshme. Të testova sepse doja të dija nëse do të qëndroje kur gjërat bëheshin të vështira. Ti qëndrove. Mos e mbaj këtë pasuri për vete. Mbaje familjen bashk. Mbro djalin tim edhe nga vetja e tij kur duhet. Dhe mos haro kur nga vjen. Letra më dridhej në duar. Ajo nuk kishte qenë armikja ime. Ajo kishte qenë gjyqtarja ime. Vendimi. Atë mbrëmje mblodha familjen në sallon. Nuk dua ta drejtoj këtë biznes vetëm, thash. Arbeni do të jetë drejtori ekzekutiv. Unë do të jem pronarja dhe mbikëqyrësja. Vendimet do t'i marrim bashk. Arbeni më pa i habitur. Je e sigurt? Po. Ajo më la përgjegjësinë. Jo për t'ju zëvendësuar, por për t'ju mbajtur. Në atë moment kuptova diçka të thellë. Testamenti nuk ishte shpërblim. Ishte provimi i fundit. Dhe për herë të parë që nga dita kur kisha hyrë në atë shtëpi si nuse e re, nuk ndihesha më e vogël. Nuk ndihesha më vajza nga familje e thjesht. Ndihesha gruaja që ajo kishte parë në heshtje për vite me radhë. Por një pyetje ende më mundohej. Nëse ajo më kishte besuar kaq shumë, pse nuk ma tregoi kur? Sekreti që ndryshoi gjithçka. Nuk më linte rehat një pyetje. Nëse ajo më kishte parë, nëse ajo më kishte testuar, nëse ajo më kishte zgjedhur, pse nuk ma tha kur? Pse më la të jetoj me ndjesinë e përbuzjes deri në fund? Zbulimi në Bodrum. Një javë pasi mora zyrtarisht kontrollin e aksioneve, vendosa të pastroj Bodrumin. Ishte një hapësirë që askush nuk e kishte prekur prej vitesh, kuti me dokumente të vjetra, albume fotografish, dosje të pluhurosura. Ndërsa lëvizja disa arka, gjeta një kuti druri me inicialet K, brenda kishte letra të vjetra, dokumente bankare dhe një certifikat lindjeje. E hapa pa shumë mendim. Mbiemri i vajzës më ngriu gjakun. Ishte mbiemri i vajzërisë së nënës sime. Data përkonte me vitet kur familja ime kishte jetuar në një qytet tjetër. Ndjeva një ndjesi të çuditshme në stomak. Në fund të kutisë ishte një fotografi e zverdhur nga koha. 2 vajza të reja, ndoshta 18-19 vjeçe, duke qeshur përpara një ndërtese fabrike. Njërën e njoha menjëherë. Ishte Elvira. Tjetrën ishte nëna ime. E vërteta e vjetër. Nuk prisja. Nuk u mendova gjatë. Të nesërmen shkova te shtëpia e prindërve të mi me fotografinë në dorë. Nëna ime u zbeh kur e pa. Ku e gjete këtë? Te bodrumi i saj, i thash. Më thuaj të vërtetën. Ajo u ul ngadalë. Elvira dhe unë kemi punuar bashkë në një fabrik tekstili.
Isha unë ajo që e ndihmova të merrte punën e parë. Isha unë që i dhash para kur donte të niste diçka më të madhe. Zëri i saj u drodh, por kur ajo u martua me një burr me para, ajo u largua. U largua nga ne, nga jeta jon, nga miqësia jon. Ju u grindët. Nëna uli syt. Jo, ajo thjesht vendosi të mos më njihte më. Ndjeva një therrje të thellë. Pra ajo më njihte, që në fillim, nëna më pa drejt në sy. Po, ajo e dinte shumë mirë kush ishe ti. Përbuzja nuk ishte për mua. U ktheva në shtëpinë e madhe me një stuhi emocionesh brenda meje. Ajo nuk më përbuzte sepse isha nga familje e thjesht. Ajo më përbuzte sepse unë isha kujtesa e asaj që ajo kishte qenë dikur. Një vajzë e zakonshme, me duar të lodhura nga puna, me ëndra më të mëdha se rrethi i saj. Unë isha pasqyra e së kaluarës së saj, dhe ndoshta e fajit të saj. Letra e fundit. E rilexova letrën që më kishte lënë. Mos harro kur nga vjen. Tani fjalia kishte një kuptim tjetër. Ajo nuk më thoshte vetëm të mbaja këmbët në tokë. Ajo po më kthente aty ku ajo vetë kishte nisur. Testamenti nuk ishte vetëm besim. Ishte shlyerje. Një mënyrë për të mbyllur një rreth që kishte nisur dekada më parë. Përballja me Arbenin. Atë mbrëmje i tregova gjithçka Arbenit. Ai mbeti pa fjalë. Pra nëna ime dhe nëna jote ishin mike, përfundova unë. Dhe ajo e dinte. Ai u mbështet pas divanit duke kaluar dorën në përflok. Kjo shpjegon shumë gjëra, tha më në fund. Ajo gjithmonë reagonte çuditshëm kur përmende familjen tënde. Unë mendoja se më urrente, pëshpërita. Ndoshta e urrente veten, tha ai butë. Dhe për herë të parë nuk ndjeva zemërim ndaj saj. Ndjeva trishtim. Vendimi që ndryshoi gjithçka. Disa muaj më vonë, mora vendimin tim të parë të madh si pronare. Hapa një fond bursash për vajza nga familje me të ardhurat të ulëta, në emrin e saj dhe të nënës sime. Kur ja tregova nënës, ajo qau. Do të ishte krenare, më tha. Ndoshta. Ose ndoshta më në fund do të ndjente paqe. Kuptimi i vërtet i trashëgimisë. Shtëpia e madhe nuk më dukej më si fush beteje. Zyra e saj nuk më dukej më si front. Ishte thjesht një vend ku një grua kishte luftuar me frikën e saj. Ajo kishte ndërtuar pasuri për të mos u kthyer më kurrë në varfëri. Por në fund e kuptoi se pasuria pa pajtim është bosh. Testamenti nuk ishte një surprizë financiare. Ishte një mesazh. Një rrëfim i heshtur që ajo nuk arriti ta bënte me fjalë sa ishte gjallë. Epilogu. Një mbrëmje ndërsa po mbyllja dritaret e katit të dytë, ndala për një moment. Preka kornizën e derës së zyrës së saj. E kuptova, pëshpërita në errësirë. Më në fund e kuptova. Nuk isha zgjedhur sepse isha perfekte. Isha zgjedhur sepse nuk harroja nga vija. Dhe ndoshta kjo ishte trashëgimia më e madhe që ajo mund të më linte. Jo shtëpinë, jo biznesin, por fuqinë për të mos turpëruar kurrë rënjet e mia.